Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse keni këto 8 shenja në trup, tregoni kujdes sepse mëlçia juaj po vuan nga kjo sëmundje. Mëlçia është një organ shumë i rëndësishëm i cili ndihmon në pastrimin e trupit, përthithjen e ushqyesve dhe shumë më tepër. Në këtë video ju do të mësoni për shenjat paralajmëruese të problemeve me mëlçin. Verdhëza. Verdhëza ndodh kur pigmentet e lëngjeve biliare qarkullojnë në gjak. Ky problem vëret më shumë tek të miturit, por nuk përjashtohen as të rriturit. Ëndja e kyçeve. Sa herë që shënohet një problem me mëlçin apo edhe me veshkat, graviteti shkakton akumulimin e lëngjeve në zonën e gjymtyrëve të poshtme, siç janë këmbët. Ndryshimet në oreks. Oreksi tek njeriu pëson luhatje si pasojë e shumë problemeve shëndetësore, përfshirë këtu edhe ato që prekin mëlçin. Nëse mëlçia juaj është në telashe, atëherë oreksi ikën. Problemet me mëlçin manifestohen edhe me rënje në peshë, pavarësisht ushqyerjes normale. Diarrea. Diarrea vëret shpesh tek njerëzit të cilët kanë probleme me mëlçin. Nëse bëhet fjalë për një diare të vazhdueshme, nuk duhet që ta injoroni. Nxirjet në lëkurë. Mëlçia prodhon proteina të nevojshme për mpiksjen e gjakut. Kur ky organ hasë vështirësi, atëherë nivelet e proteinës janë në rënje dhe nxirjet në lëkurë dhe gjakderdhja janë më të shpeshta. Drobitja. Në qoftë se ju ndiheni të lodhur vazhdimisht, atëherë akumulimi i mbetjeve të ndryshme në mëlçi ulë nivelin e oksigjenit dhe kjo më pas shpihen në lodhje të vazhdueshme. Dhimbje me shpatullën e djathtë. Kjo simptom vërehet në rastet e sëmundjeve me mëlçin. Kjo mas shkakton presion në nerva dhe dhimbje në shpatull. Nuk është për të shqetësuar për çdo dhimbje shpatulle, por në qoftë se kjo dhimbje zgjat, mirë është që ju të konsultoheni me mjekun tuaj. Dhimbje në të djathtë të stomakut. Nëse dhimbja juaj buron në anën e djathtë të brinjeve, atëherë ju duhet që të konsultoheni me një mjek. Burimi i kësaj dhimbjeje mund të jetë ndonjë problem me mëlçin. Të villat. Kur mëlçia juaj është në telashe, trupi e ka tepër të vështirë që të përpunojë ushqimet dhe lëngjet. Stresi në sistemin tretës është i jashtëzakonshëm, ndërkohë që dhimbjet janë të forta. Stomaku, ëndjet dhe të villat përsëriten disa herë gjatë ditës. Ndryshime në personalitet. Problemet me mëlçin shoqërohen në lëshimin e shumë toksinave në qarkullimin e gjakut, të cilat mund të arrijnë edhe në tru. Njeriu mund të përballet me vështirësi në përqendrim, kujtesë dhe njëkohësisht në gjumë. Këto janë pijet të cilat do të bëjnë të mundur pastrimin e mëlçisë ndërkohë që ju jeni në gjumë. Mëlçia është një nga organet më të mëdha në organizëm. Ajo ndihmon në eliminimin e mbetjeve të ndryshme nga organizmi dhe përpunimin e ushqyesve dhe medikamenteve. Konsumimi i tepërt i alkoolit dhe ushqimeve jo të shëndetshme mund të shkaktojë një barë të rëndë në mëlçi dhe her pas here njeriu duhet të kryejë disa kura natyrale për pastrimin e saj. Në këtë video ju do të mësoni se si të shfrytëzoni disa pije të caktuara të cilat mund t'i pini në mbrëmje për të pastruar mëlçin tuaj nga të gjitha toksinat. Këto pije ju ndihmojnë edhe të ndiqni yndyrat dhe depozitat tuaja dhjamore. Pijet më të mira për pastrimin e mëlçisë. Në mjekësinë popullore kineze besohet se mëlçia funksionon më mirë nga ora 1 deri në orën 3 të mëngjesit, kur trupi juaj është duke pushuar. Çaji i kamomilit. Ky çaj përmban shumë antioksidant dhe ka aftësi qetësuese.
Ai përmirëson cilësinë e gjumit, zbut nervat dhe njëkohësisht largon stresin. Antioksidantët të cilët janë të gjendur tek kamomili përmirësojnë cilësinë e gjumit, luftojnë inflamacionin që i kanoset organeve dhe njëkohësisht i pastrojnë ato nga të gjitha toksinat. Sipas ekspertëve, duhet të dini se çaji i kamomilit i ëmbëlsuar gjithashtu me pak mjaltë duhet pirë çdo mbrëmje për 2 javë me radhë. Uji ngrohtë me limon. Kjo pije mund të pihet në mëngjes, por edhe në mbrëmje. Në qoftë se ju zgjidhni që ta pini në mbrëmje, kjo pije do t'ju ndihmojë që të pastroni mëlçinë dhe të eliminoni toksina dhe mbetjet e ndryshme ushqimore. Ekspertët thonë që gjysmore përpara gjumit ju duhet të pini 200 ml ujë të ngrohtë të përzier me lëngun e një limoni. Kura duhet përsëritur për 21 ditë me radhë. Çaji xhenxhefili me limon. Xhenxhefili së bashku me limonin janë të mrekullueshëm jo vetëm për rënien nga pesha, por edhe për përmirësimin e shëndetit. Kura duhet përsëritur pasi ato ofrojnë shumë vitaminë C dhe antioksidantë të cilët luftojnë shumë sëmundje. Xhenxhefili dhe limoni luftojnë inflamacionin dhe eliminojnë toksinat nga mëlçia. Çaji, xhenxhefili dhe i limoni duhet pirë 3 herë në javë. Për këtë çaj juve do t'ju nevojitet 250 ml ujë, një fetë xhenxhefili dhe lëngu i një gjysmë limoni. Çaji i energjikut. Ky çaj është i shkëlqyer për stomakun dhe ndihmon tretjen. Vajrat esencial të energjikut eliminojnë të gjitha toksinat në mëlçi dhe në zorrën e trashë. Për këtë çaj juve ju nevojiten 2 lugë gjelle me energjik dhe 250 ml ujë. Këtë kur duhet ta konsumoni shpesh, jo vetëm për pastrimin e mëlçisë, por edhe për qetësim. Manaferat, të pasura me antioksidant, manafera si boronica dhe gjithashtu mjedra tregojnë se detoksifikojnë mëlçinë dhe përmirësojnë funksionin e mëlçisë. Agrumet, të pasura me vitaminë C dhe antioksidant, agrumet si portokalli janë të shkëlqyera për mëlçinë. Konsumojeni ato të papërpunuara ose përgatisni një pije të shijshme dhe gjithashtu të ftohtë. Perimet, qepa dhe hudhra janë perime të pasura me squfur të cilat janë shumë të mira për mëlçinë tuaj. Për më tepër ato mbështesin gjithmonë glutationin i cili rekomandohet shumë për pastrimin e mëlçisë tuaj. Pula dhe vezët. Vezët dhe mishi i pulës janë të pasura me kolinë, e cila ndihmon në aktivitetin e glutationit në trup. Seleni dhe squfuri në vezë janë gjithashtu tepër të dobishëm për mëlçinë. Zgjidhni gjithmonë pulat e rritura nëpër kullota. Domatet, të pasura me vitaminë A dhe C, domatet kanë antioksidant thelbësor si kalium, të cilat të gjitha lidhen me përmirësimin e shëndetit të mëlçisë. Mos lejoni që trupi juaj të mposhtet, por kujdesuni për trupin tuaj. Qëndroni gjithmonë të hidratuar dhe provoni të konsumoni këto ushqime për ta mbajtur mëlçinë tuaj sa më të shëndetshme. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.